Ja pse duhet të hani një banane para gjumit dhe jo në mëngjes. Një moll në ditë e mban mjekun larg, thonë njerëzit e mençur. Megjithatë, të gjitha frutat janë të nevojshme në përditshmërinë tuaj, për një shëndet të mirë dhe organizëm të fortë. Megjithatë, këtu do të përmendim veçanërisht bananen, të cilën me siguri e shihoni në punë për mëngjes ose si një vakt mes vakteve, kur jeni të urritur dhe nuk mund të konsumoni ushqime në ato momente. Mirë po, nëse ndonjëherë keni të vështirë të flini dhe të hidheni dhe të ktheheni në shtrat deri vonë, atëherë zgjidhja fshihet tek bananet. Kjo pasi përveç kalciumit dhe fibrave bimore përmbajnë magnez që ndihmojnë në relaksimin e muskujve dhe ndihmon për të fjetur më mirë. Këtë mund ta kombinoni edhe me gjalp kikiriku, pasi është padyshim dyshja më e mirë që mund të shtoni në dietën tuaj për një cilësi të mirë të gjumit, citojnë ekspertët. Andaj bananet këshillohet që të konsumohen më mirë në mbrëmje.